Nëna rrëmben vajzën e saj nga Italia dhe e fshen në Spanjë për 11 vite. Një rast rënditës, rrëmbimi familjar është zbuluar nga autoritetet italiane dhe ato spanjolle, duke çuar në arrestimin e 4 personave për rrëmbimin dhe fshehjen e një vajze e cila tashmë është 14 vjeç. Midis të arrestuarve janë edhe nëna e vajzës dhe partneri i saj, të cilët janë dërguar në burg me urdhër arrest europian, ndërsa 2 të afërm të tjerë ndodhen në arrest shtëpiak. Sipas prokurorisë publike të Milanos, vajza ishte zhdukur që në moshën 3 vjeçare, pasi midis viteve 2013-2014 një vendim gjyqësor kishte urdhëruar që ajo të kalonte nën përkujdesjen e bashkisë. Në vend që ta dorëzonte vajzën, nëna e saj ishte zhdukur dhe larguar nga Italia duke marrë fëmijën me vete. Hetimet e njësisë për mbrojtjen e grave dhe të miturve të policisë së Milanos në bashkëpunim me njësinë hetimore të karabinierëve çuan në identifikimin e nënës në qytetin spanjoll Valencia. Ajo jetonte atje me vajzën në një emër të rem, ndërsa partneri i saj kishte bashkëpunuar në fshehjen e gjatë të së miturës. Në një deklaratë të prokurorit Marcello Viola, theksohet se edhe gjyshja e vajzës dhe një antar tjetër i familjes dyshohet se kanë ndihmuar në fshehjen fillestare në Itali. Të 4 personat përballen me akuza të rënda për fshirë rrëmbim të rënd dhe rrëmbim ndërkombëtar të një fëmije. Tashmë, vajza ndodhet në mbrojtjen e autoriteteve përkatëse, ndërsa hetimet vazhdojnë për të zbardhur tërësisht rrethanat e këtij rasti që zgjati më shumë se një dekadë.